të mos legjitimoj padinë e Lulzim Bashës për marrëveshjen me emigrantët, për marrëveshjen me Italinë në fakt për çështjen e emigrantëve, në lidhje me argumentat që ajo ka parashtruar. Do të kemi drejt për drejt kolegen Keti Banushi nga gjykata kushtetuese, e cila do të na sqarojë me detaje këtë vendim. Keti, të përshëndes. Përshëndetje Besa, atyre në lidhje me këtë marrëveshje, pra protokolli për forcimin e bashkëpunimit në fushën e emigracionit, kanë gjykatën kushtetuese, siç kemi raportuar dhe më herët, kanë ardhur dy padi, një nga një grup deputetësh në drejtimin e Gazmend Bardhi, e cila është pranuar dhe do kalojë në seancë gjyqësore, e cila është lënë në 18 janar, ndërkohë paralelisht me këtë kishte dërguar dhe një kërkesë tjetër për pezullimin e kësaj marrëveshje edhe Partia Demokratike dhe kryetari i saj pikërisht Lulzim Basha. Fillimisht kjo kërkesë është rikthyer nga gjykata kushtetuese për plotësim dhe nga sa kemi informacion shkak kishte qenë firma e zotit Basha, pasi herën e parë firma kishte qenë e skanuar ndërkohë që ishte plotësuar dhe kishte ardhur me firmën e tij dhe me vulën e Partisë Demokratike, por mbledhja e gjyqtarëve e datës e mbledhur sot e ka vendosur të mos e legjitimojë këtë padi të Partisë Demokratike. Sipas arsyetimit të gjykatës kushtetuese, shkak për këtë bëhet fakti se të paktën si shprehet e gjykata kushtetuese, mbledhja e gjyqtarëve arriti në përfundimin se kërkuesja, Partia Demokratike e Shqipërisë, nuk legjitimohet si subjekt i drejtohet gjykatës, pasi nuk provohet interesi i saj i drejt për drejt në çështjen kushtetuese të ngritur, në kuptimin që protokolli të ketë sjell pasoja negative për statusin ose funksionin e saj, ndaj vendosi mos kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare, që do thotë se kërkimet dhe pretendimet e kërkueses nuk mund të shqyrtohen në themelin e tyre. Pra, nga një sqarim që na u bë dhe nga vetë kryetaria e gjykatës kushtetuese, nuk është e njëjta, pak a shumë padit kanë qenë të njëjta, po kërkuesit nuk janë të njëjtë, pasi është ndryshe kur kemi 1/5 e deputetëve, 30 deputet, të cilët e kanë bërë kërkesën më herët dhe ajo kërkesë ka kaluar në seancë gjyqësore, dhe ndryshe kur është një subjekt siç është Partia Demokratike. Në rastin e parë nuk kërkohet nga ana të paktën ligjvënësi nuk e ka kërkuar interesin që i cënohet nga një grup i deputetëve, ndërkohë kur është si subjekt, pasi që është Partia Demokratike, kërkohet të përcaktohet dhe cënimi i interesit si subjekt. Në rastin konkret nuk kemi një cënim interesi, pra si subjekt Partia Demokratike nuk legjitimohet të bëjë këtë kërkesë dhe kjo është ajo vendim që ka marrë gjykata kushtetuese, mbledhja e gjyqtarëve në ditën e sotme. E qartë. Mirë, Keti, të falenderoj për detajet. Ky ka qenë pra vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me padinë e dorëzuar aty nga Partia Demokratike.